qytetar? A nuk është e vërtet, zoti ministër, që karteli i qopjave ka qenë i përfshirë në këto prokurime, që ka marrë informacionet personale të qytetarëve shqiptarë, llogaritë e tyre bankare? Si ka mundësi që s'ka asnjë reagim për këtë, po quhen akuzat opozitës? A nuk është e vërtet që kjo opozitë, edhe gjatë fushatave, edhe para fushatave, edhe pas fushatave, ka denoncuar me emër me mbiemër emrat e karteleve, njerëzit e karteleve, ka denoncuar me emër mbiemër ata cilët janë përfshirë në vrasje, dhe ju ende nuk i keni kapur? A nuk është e vërtet, zoti ministër, që 270 flet arreste kanë ngelur të pa ekzekutuara? Pse kanë ngelur të pa ekzekutuara 270 flet arreste? Dhe si ka mundësi që të pa ekzekutuara mbeten vetëm flet arrestet për kokat e krimit organizuar? Dhe i shesim shqiptarëve se kapëm një ushtar, cilin e zëvendëson ditën e nesërme. Ju jeni një qeveri që keni 14 vjet në pushtet. Jeni një qeveri që keni afro 6 apo 7 ministrat brendshëm. Si ka mundësi që asnjë nga ministrat e juaj nuk ka arritur t'i bëj ballë këtyre karteleve, po këto vetëm janë rritur? Ato janë rritur për vërtetë se më shumë qef mund t'ju akuzoja të gjithë juve ministrave të brendshëm. Po ju nuk keni ç'i bëni atyre karteleve. Sa ata se kanë punën me ju, nuk e kanë marrëveshjen me ju, e kanë marrëveshjen me Edi Ramën. Sepse po të njëjtën film luajtët Besajmir Tahirin, nxorët njërin 34 vjeçar dhe thatë kanabizimin, po ja lëm Sajmir Tahirit, se mund ta bënte ai kanabizimin e një shtetit komplet. Kë bënte dot. Vetëm Edi Rama mund ta bënte. Nuk mund t'i thonim Mimi Kodhelit që e ke hequr ti radarët. Radarët hiqen vetëm me urdhër të Edi Ramës. Unë po mund t'ju fajsoj juve që nuk flisni sot këtu, edhe ju si ministri i brendshëm, edhe para arsit tuaj, që po, është inkriminimi i policisë shtetit ka arritur në pikën më të lartë në histori. Dhe këtë nuk e them unë, e thot indeksi global i krimit organizuar. Mua kjo më shqetëson, më shumë se situata aktuale, se nëse ne do të donim, nëse shteti do, nëse qeveria do, nuk ka kriminal që i bën ballë një shteti që do të luftoj krimin. Ata janë aq të fortë sa i lejon ti, por kur ti përfshihesh në biznes me ta, kur ti përfshihesh në afera me ta, kur ti shitesh tek ata, ata të kontrollojnë ty. Dhe kjo i ka ndodhur kësaj qeverie. Dhe prandaj ju jeni të detyruar të vini këtu dhe të flisni 25% kjo, 30% ajo, kemi një rritje me 2% tu, ndërkohë Zeza Mbitbar ta thotë kartelet e drogës Shqipëri janë forcuar këto 14 vjet dhe po kontrollojnë tregun e Europës. Nga Amerika Latine keni sot vetëm në Ekuador 8 eksponentë të denoncuar këtu nga kjo foltore të vrarë në Ekuador. Dhe ju s'keni një fjalë. Njerëzve cilët deputet tuaj, përfaqësues tuaj, kryetar degëve të Partisë Socialiste janë shoqëruar në fushata. A nuk është e vërtetë o zotëri që Plum Gjokën e keni bërë ju, investitor strategjik? E çfarë dinit ju Plum Gjokën? Këtë doni të mashtroni kur ka 10 vjet që e ka denoncuar opozita se çfarë është ai, dhe ju e shpallët investitor strategjik, e shpalli kryeministri juaj? Nuk e dinit ju çfarë ishte Plum Gjoka? Ju e dinit, po ju pikërisht e dinit çfarë ishte e bët investitor strategjik atë. Dhe më pas ne dalim i vetmi vend në Europë dhe në botë që shpallim investitor strategjik një njeri që porosiste vrasje sikur porosiste pica. Dhe ndihmonte policia e shtetit. Dhe ne themi këtu, jemi mirë, jemi në rregull. Kjo që po i bëni këtij vendi është një krim monstruos. Dhe do ta vuajmë gjithë kurriz. Mos e shikoni këtë si debat politik, se për të bërë debate politike me këtë qeveri ka sa duash, se mund ta nisësh me ekonominë, me çfarë të doni ju. Por siguria e jetës, shikoni si është inkriminuar një brez i tërë. Shikoni shkollat. Nuk gjen libra në për shkolla, po gjen drogë në shkollë. Kur ka ndodhur që të kemi kaq shumë raste që vriten fëmijët me njëri tjetrin? 16 vjeç, 14 vjeç, drama njerëzore, dhe në vend që ju të merreni me atë, e përdorni atë dramë, e thoni të heqim TikTokun. A thu se e vrau TikTokun. Të heqim TikTokun. Pse ajo ishte mas? A nuk është mas që duhet rritur siguria në këto shkolla? A nuk është mas që duhet t'i japim një edukim tjetër brezit ri? Po çfarë edukimi do marri ky brez? Kur shikon që sot deputet bësh nëse ke lidhje me krimin? Kur shikon që nëse sot je i lidhur me kartelet e drogës të përshëndet polici? Kurse një profesor, një pedagog
shikohet me përbuzje, se përshëndet më askush, se s'ka më autoritet pedagogu, ka autoritet karteli, ka autoritet krimineli. A nuk është e vërtet që është kjo mazhorancë që nga 2013 detyroi opozitën të sjellë një ligj që se ka asnjë vend i botës, që është ligji i dekriminalizimit, sepse erdhën këtu njerëz të përfshirë në vrasje, në prostitucion, në përdhunime. Ju e keni kthyer në sistem, zotëri. Keni perfeksionuar sistemin, po do ta vuni edhe vetë në kurriz. Unë do t'ju ftoja, zoti ministër. Ju bëni akuza politike sa doni. Kjo sallë politikë është dhe bëjni, po kur bëhet fjalë për çështjet kombëtare, qofse doni të rini dhe të respektoni atë karrike, qofse doni të respektoni dëshmorët e policisë shtetit, deri më i madh që mund t'i bëni, mund t'i pastroni nga i lirë prodat që keni futur ju atje. Deri më i madh që mund t'i bëni është bëni luftë ndaj karteleve dhe jo t'i ktheni investitor strategjik. Faleminderit. Zoti Ramallari, nëse kërkoni të shpreheni përsëri në mbështetjen e 96.5 rregullores, keni në dispozicion dhe 3 minuta kohë për të shprehur. Më pas edhe zoti Balliu ka 3 minuta kohë në dispozicion. Faleminderit, kryetar. Ajo çfarë kam mësuar forcisht gjatë gjithë përvojës time në Ministrinë e Brendshme, duke filluar nga emri im në 2017 e më pas, çdo ditë kam krijuar bindjen se rreziku më i madh që mund të vijë policisë shtetit është politizimi i saj. Qoftë kur ajo i nështrohet ndërhyjeve të palishme të titullarëve politik, ministrit të brendshëm, gjë që unë nuk do ta bëj kurrë në kurrës, po ashtu edhe kur ajo përdoret si objekt i politikës së ditës. Që të dyja qëndrojnë dhe duhet jemi shumë korrekt në atë çfarë ne themi, sepse në fund na gjykojnë qytetarët dhe unë këtë e them me bindje të plot, prandaj përgjigjja më e mirë që unë mund të them ndaj gjithë akuzave që bëhen ndaj emrave të përvetshëm, unë nuk kam përgjegjësi ligjore dhe detyrim të merrem me çështje konkrete, unë nuk kam detyrim të merrem me emra konkret. Unë kërkoj performancë, unë kërkoj përmirësim të rezultateve, qoftë kjo në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese, por edhe me partnerët ndërkombëtar. Faktet janë konkrete, ata vlerësohen dhe nga raportet e Komisionit Evropian dhe ato janë masi më i mirë i punës time në nivel politik, por dhe i punës së policisë së shtetit në nivel teknik. Prandaj, çfarëdo që unë them, sigurisht do të paragjykohet me të drejtë. Dhe kam zgjedhur që përgjigjen më të mirë dhe më të besueshme për qytetarët do ta jap duke cituar një zotëri i cili në fakt ka qenë drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit në kohën kur ju ishit në qeveri. Po citoj zotin të nderuarin zotin Ahmet Prençi në një reagim të tij publik për drejtuesin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Ai thotë: është përzgjedhur një nga emrat më të spikatur të kësaj strukture, një profesionist me një karrierë të ndërtuar mbi përkushtim, integritet dhe rezultate konkrete. E kam ndjekur rrugotimin e tij që në hapat e parë si oficer i ri dhe në çdo fazë të karrierës ai ka dëshmuar cilësi të rralla, inteligjencë, maturi, vendosmëri dhe një ndjenjë të lartë përgjegjësie institucionale. Jam i bindur se në drejtimin e tij, policia e shtetit do të forcojë më tej profesionalizmin, besueshmërinë dhe autoritetin e saj në shërbim të ligjit dhe qytetarëve. Mbyll citimin zoti Prençi. Kjo është përgjigjja më e mirë. Tani çfarëdo që ju thoni është thjesht akuzë e radhës për drejtuesin e radhës.